Edisona, të përshëndes. Deputetë dhe protestues të cilët një ditë më parë blokuan akset më kryesore të rrugëve. Sot, kush janë proceduar nga policia? Flas sa deputet dhe sa protestues? Përshëndetje Fabiola, fillimisht informojmë se janë 3 persona të arrestuar tashmë nga policia e Elbasanit. Konkretisht bëhet fjalë për 3 shtetas, Edmond Pojani, Arben Pjetri dhe Hamza Lança, të cilët me automjetet e tyre gjatë protestës së zhvilluar ditën e kaluar kanë bllokuar të dy krahet e aksit Elbasan-Tiranë duke penguar qarkullimin. Pra këta persona janë drejtuesit e automjeteve që bllokuan rrugën, ndërkohë që policia njofton se ka shpallur në kërkim edhe një tjetër person i cili vendosi makinën e tij duke bllokuar rrugën. Ende nuk është bërë i mundur kapja e këtij personi, por që vijon puna për lokalizimin e tij. Ndërkohë që të 3 automjetet janë sekuestruar nga policia e Elbasanit. Gjithashtu, edhe nga radhët e deputetëve të Partisë Demokratike në Elbasan pati procedime. Policia në komunikatën zyrtare ka njoftuar në fakt se ka nisur procedim në gjendje të lirë për të paktën 3 deputetë të Partisë Demokratike, zotin Tomor Alizoti, Edmond Spahon dhe deputetin Qani Xhafa. Të 3 këta deputet tashmë janë duke u proceduar në gjendje të lirë nga policia. Gjithashtu kemi një numër të konsiderueshëm protestuesish, rreth 20 protestues janë gjithashtu duke u proceduar në gjendje të lirë nga policia e Elbasanit, pasi mbi ta tashmë rendoi të paktën 3 vepra penale, ndër të cilat organizime dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme, pengim i qarkullimit të mjeteve të transportit, si dhe mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë. Gjithashtu, policia e Elbasanit njofton se ka shpallur në kërkim edhe 3 protestues, pasi janë identifikuar si persona të cilët kanë shkaktuar incidente gjatë protestës, por që kanë arritur që të largohen nga vendi ku po zhvillohej protesta dhe aktualisht janë në kërkim nga policia e Elbasanit. Do të paraqiten në pranë ambienteve të policisë menjëherë sapo të lokalizohet vendodhja e tyre për të përballur edhe ata me veprat penale të cilat kanë kryer. Kjo është pak a shumë një përmbledhje e asaj çka policia ka arritur të nxjerrë në përfundim si pasojë e protestës së zhvilluar gjatë ditës së djeshme në rreth rrotullimin e Bradasheshit, për rreth 3 orë u bë e pamundur kalimi në aksin Elbasan-Tiranë.